Sekretarja e shtypit e shtëpisë së Bardhë, Caroline Leavitt, do të largohet nga roli i saj në fund të muajit. Presidenti Donald Trump tha se Leavitt do të jetë një këshilltare e jashtme për komunikim e Partisë Republikane, që do të formësoj konturet e ardhshme televizjes së Trump, Make America Great Again. Në një postim në media sociale, Leavitt, 28 vjeç, tha se synonte të kalonte më shumë kohë me fëmijët e saj të vegjël. Ajo lindi një vajzë, fëmijën e saj të dytë, në maj dhe së fundmi u kthye nga leja e lindjes. Trump e cilësoi Leavitt një nga sekretaret më të mira të shtypit të shtëpisë së Bardhë. 28 vjeçaria ju bashkua fushatës së Trump në vitin 2024 dhe shërbeu si zëdhënëse e tranzicionit presidencial, përpara se Trump ta zgjidhte atë si sekretare shtëpie e shtëpisë së Bardhë. Ajo ishte personi më i ri që u emërua në këtë rol. Leavitt është gruaja e 5 në një pozicion të lartë që largohet nga administrata Trump këtë vit, pas Pam Bondi si prokurore e përgjithshme, Kristi Noem si sekretare e sigurisë kombëtare, Lori Chavez Deremer si sekretare e punës dhe Tulsi Gabbard si drejtoreshe e inteligjencës kombëtare. Leavitt largohet nga shtëpia e Bardhë mes raporteve nga Washington Post se zyrtarët e lartë të administratës Trump dhe gazetarët mbetën në avionin presidencial Air Force One, kur presidenti u zhvendos në një avion tjetër për shkak të kërcënimeve të mundshme nga Irani.